Ditët e ftohta kanë nisur të ndjehen edhe në qytetin bregdetar të Vlorës, ndërsa qytetarët po përballen me sfidat e para të sezonit të dimrit. Në intervistat e dhëna për Blu Televizion, qytetarët e Vlorës tregojnë se një pjesë e tyre i kanë ndezur tashmë pajisjet e ngrohjes, ndërsa të tjerët po hezitojnë për shkak të kostove të larta të energjisë. Shumica e qytetarëve ngrohen me kalorifer ose kondicioner, mënyra të cilat i konsiderojnë të shtrenjta për shumë familje. Më të prekurit janë pensionistët, të cilët thonë se mezi ja dalin të përballojnë shpenzimet mujore, sidomos me rritjen e çmimeve dhe faturat e energjisë elektrike. I kemi desë, po me natën nga i qik, jo, gjithë natës. Jo me sobë. Harxhon. Është e përballueshme për pension? Jo. Qa pension mbaruar, 100.000 lekë ma bë. Vetëm në ndihmojnë fëmija. Dhe që në qavë ngre, asë jo. Do me të ngrojni, po me kursime dhe Me kursime. Me kursime dhe rëndojmë shumë fëmijit, pa jo se me gjithatë nuk e mbaram shumë, jo. A i sa se ngrot edhe fikëm. I keni ndezur ngrojet në shtëpi? Akoma pjesërisht. Në çfarë ngrojni? Unë s'kam një kalorifer ashtu, të vjetër kam. Harxhon energji është e Harxhon, paguajmë shumë, po çfarë do bëjmë? Kam gruan të smurë dhe s'kemi që bëjmë. Pastaj ne s'kemi nevojë për ngrënë se na ngro partia lart. Është e përballueshme për ju pensionistët? E shumë e vështirë është. Ai s'na ngriti as rrogat as gjë, vetëm. Ta në Vlorë keni ndezur ngrohet? Po, Në çfarë ngrojni? me kondicioner. Është e kushtueshme? Po, ashtu. Po nese, se përballojnë do në pak sa me ndezim në ditë një orë ditë, bas ditë e natën. Aq vazhdo. Ditës si apo? Po ja dalë, në për futën në klub atje. E keni ndezur ngrohje në shtëpi? Jo, akoma. Se po e fillova gjithashtu Është e kushtueshme. e kushtueshme, kështu që Me çfarë ngroheni? natën ngroj me gruan. Ditën atje në divan. I kemi të ngrota ato hyrjen. Pastaj moshatare e bëjmë që kursim Po gjatë dimrit me çfarë ngrojeni? me kalorifer. Është e kushtueshme, harxhon shumë energji? Të harxhon e jemi moshatar. Do të bëjmë, jemi detyruar Po si përballoni faturat? faturat me shërzime të keq. Me dini angriti 2.5% ai, s'merr dorë të një kilo domate. Ju, si gazetar, faleminderit. Unë po, kam ndezur. Me çfarë ngroheni? Me kondicioner. Janë të kushtueshme energjia që harxhon kondicioneri? I përballoni dot ju në çfarë të paguani faturën? Problem është, po me kursime ka fitime. Qytetarët kërkojnë më shumë mbështetje për shtresat e nevojë, duke theksuar se dimri sapo ka nisur dhe sfidat ekonomike pritet të rëndohen edhe më shumë në javët dhe muajt në vijim.